Në ditën ndërkombëtare të diabetit, student dhe pedagog të departamenteve të lëndës klinike dhe paraklinike në Universitetin Luigjë Gurakuqi Shkodër zbritin në terren për të shërbyer drejt për drejt qytetarëve, duke ofruar kontrolle falas të glicemisë dhe informacione të tjera të rëndësishme që lidhen me diabetin. Diabeti në bazë të vlerësimeve që ne bëjmë her pas here, vlerat e diabetit në popullatën e marrë në studim janë vlerat të cilat synojnë të rriten. Kjo për shkak të shumë faktorëve të cilat ndikojnë faktorë që lidhen kryesisht me stilin e jetesës, të cilat kanë ndikuar në rritjen e këtyre vlerave të diabetit. Prandaj dhe ne ftojmë qytetarët dhe çdo individ të qytetit të Shkodrës dhe jo vetëm që të bëjmë vlerësime të hershme në mënyrë që të parandalojmë komplikacionet të cilat vijnë nga diabeti. Ndërkohë, kjo gatishmëri e studentëve është vlerësuar gjerësisht nga qytetarët, të cilat i konsiderojnë shërbime të tilla shëndetësore shumë të nevojshme, pasi marrin ndihmën e duhur pa që nevoja të sorrëllatemi në institucione shëndetësore. Dolën tana mirë, krejt normal, si mas tyne gjithmonë, unë nuk jam kompetent, ata si mas tyne jam mirë. Absolutisht që është e rëndësishme, po tepër e rëndësishme, me pas kontroll, por derisa bëhen, domethënë, edhe check-upet nuk bëhen kot. Tonë bota domethënë i bën, kryetër e mujsh i bën. Vetëm shqiptarët domethënë e kanë zanatin me harru se ekzistojnë. Vetëm thjesht me punu edhe asgjë tjetër. Shumë gjë mirë. Ka njerëz që s'kan mundësi, edhe kjo është gjë mirë se njerëz që nuk kanë mundësi me shku, s'kan parë gjana, është shumë gjë mirë. Qytetarët kërkojnë që fushatet të tilla të zhvillohen më shpesh pasi janë të dobishme dhe rrisin ndërgjegjësim për kujdesin ndaj shëndetit.